dal nga dal do shkoj drejt bllokimit dhe drejt bindjes civile i gjithë popullsisë. Sepse kjo kastë politike, këta bandit, këta hajtut dhe këta antikombëtar që kanë uzurpuar pushtetin dhe pretendojnë se e kanë marrë me vota, nuk e dorëzojnë. Por mua më vjen habere shumë të mira nga diaspora dhe kryesisht nga Roma. Ditën e rejtje nisen nga Londra, nga Anglia, në qendra me mira shqiptarë në diasporës, të cilët do vinë të udhtojnë në përgjithë Evropën, Gjermania, Austri, Zvicër, Kroati, Malizi, dhe do vinë Shqipëri. Dhe një të datë që një gjë, mendohet, si të dije të më thënë, mendohet, dhe pritë që të bënë rreth 1 milion shqiptarë dhe profesorë në qendrën e Tiranës. Tani, këta duan me zokur që të mund të shkujtojë që e din janë të destinuar të largohen nga pushteti, dhe mendojnë tani që ta mbajnë qoftë edhe me dhuna. Deri tani, avokat, nga ana e institucioneve nuk është se kemi pas incidente ose ndërhyrje. Shiko, nuk ka pasur incidente, nuk ka pasur asë ndërhyrje, dhe po tjetë më qërë dhe po tjetë ai drejtori përgjithshëm i policisë i tërës nuk duhet të urdhëroj policinë të merret me protestë. Sepse kjo është një çështje që ka marrë rrugën e zgjidhjes. Nuk mund të rrinë më këta në kushtet aty ku janë. Ta harrojnë. Pra, zgjidhja është, o të ikin si njerëz, të largohen, të lënë karriket, që thonë popull shqiptar në farë se që tani kemi gabuar, ose pasaj të bëjnë harakiri, të vrasin vetën, të skatë që qëtër. Nuk kthehen më protestat mrapa, nuk kthehet më popull shqiptar. Atësia tyre është dhe të merri tyre është që më në fund popull e kushtet, kush janë komunistët e kushtet, majtë në kushtet. Do me dhe këta e paraqitën vetën, ashtu si që janë, kriminel, gjakësor, vrap, hajdut, që kanë të tëra i moral, që kanë të tëra të. Avokat, një e gjuat një kryeministrin që u shpreh prapë i vendosur për qëndruar, kishte edhe ca fjalë për protestuesit. Ai i kanë kulturuar ato flamingo të qohë, që tonë të tërë tani e kanë paruar. Shete, ka një me të rëpokë, ose qytetarë si që pretendon të jetë ai debist, shikon një urrejtje kaq të madhe të popullit dhe shikon që dalin mirë e njerëz dhe i thonë largohu, atëherë si do rri. E ka pyetur vetë si do rri me dhunë, edhe nuk rri do. Të mando se të me dhunë. Ata ka marrë. Sa do që të vrasë? Që të vrasë 500.000 letë. Por nuk pret do 10 milion letë. A i qësa i do të bëjë? Të llogarit duhet të bëjë. Ati ka hyrë për e kanë parë. Shiko, a i nuk në tonë nasion të republikës me makinë. A i shkon vetëm e helikopterë. Se i trëmet rrugës. I trëmet qytetari, i trëmet krimi që ka bërë. Do më thënë, a i edhe natën shikon gjakë një gjumë. A i nuk e bën gjumin e qëtë. Shikojnë nga të në të ty e tja. Këtu qakë, këtu qesh, këtu talet, këtu nervozohet, këtu një trazim të jashtëzakonshëm të mendjes dhe të shpirtit që nuk interesë. Avokat, ka në rrugë mesme ndonjë rënje të butë apo ju jeni me këtë të fortën?